Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu adda al-amana wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi alayhi salatu wassalam. Falëndrimet I takojnë Allahu Xhella Taala, paqja mirësitë E Tij qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen E Tij, shok dhe mbi gjithë umetin E Tij që ndjekin rrugën dhe hapat E Tij deri në Kiamet. Allahu Xhella Taala në surën Baqara, ajeti 216 thotë: "Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum." Mund ta urreni një gjë, por ajo është më e mirë për ju. Ky është përkthimi I ajetit kuranor në serinë e hutbëve Kurani më mësoj. Të dashur vëllezër besimtar, njeriu në stacionet e jetës shpesh herë demoralizohet, shpesh herë goditet nga belat, sprova dhe fatkeqësitë me të cilët janë kanuni dhe ligjet të Zotit në këtë botë, të cilat vlejnë për gjithë njerëzimin, pa dallim. Pra nuk ka njeri I cili nga krijimi I parë e derisa të sosët kjo dynja, që do të ecë mbi rruzën e kësaj toke, që do të marrë frymë, që do të ketë jetë, e që duhet patjetër të nënshtrohet këtyre ligjeve dhe këtyre kanuneve të kësaj dynjas. Askush nuk është I privilegjuar tek Zoti sa I përket rregullave kozmologjike që gjenden në jetën e kësaj bote. As profetë e Zotit nuk kanë qenë të privilegjuar nga këto rregulla dhe nga këto kanune. Pra, ajo çka e gjon njeriu në rëndom në jetën e kësaj bote, ajo që e godet, mërzia, hallët, dertët, sprovat, belat, vdekjet, varfëria, fatkeqësitë ndryshme natyrore I ka përshkruar ose I ka godit edhe njerëzit më përzgjedhur tek Zoti që janë profet, dhe kjo është një të kohë një ngushëllim dhe një sihareq për neve. Këto goditje, këto befasi, këto demoralizime bëhen edhe më shumë, kanë dhimbjen, goditjen më të madhe, atëherë kur vinë në befasi, kur jemi të sigurt, kur jemi të qetë, kur jemi në rahati, kur jemi duke buzëqeshë, duke kesh, dhe për një moment gjithçka rrotullohet në fatkeqësi dhe gjithçka ndryshon në jetën tonë. Kjo goditje është edhe më e madhe. Por Zoti po thotë: "Wa asa an takrahu shay'an wa khayrun lakum." Ndoshta e urrejni një gjë, një sprovë, një fatkeqësi, një goditje që keni marrë në jetë. Për momentin je duke urrejt, por te nuk je duke ditë se kjo urrejtje pas kësaj të keqës ose kjo e keqe është duke mbështjell një të mirë e cila është ose tu ka rezervu ty në jetën e kësaj bote. Andaj nëse ndalim edhe shikojmë dobit, frytet, përfitimet që kthehen tek njeriu në jetën e tij, në fenë e tij, në besimin e tij, në shpërblimin e tij në këtë jetë dhe në botën tjetër, nga sprovat është shumë më I madh se sa ato dhimbjet e momentit që njeriu mundet t'i marrë. Wa asa an takrahu shay'an wa khayrun lakum. Dosha ju e urrejni një gjë, por ajo është më e mirë për ju. Kanë përmend prej kuptimeve të ajetit kuranor të lartcekur, është se zakonisht ky ajet vlen pra për besimtarin, kur ai dëshiron fort një gjë, kapet për diçka. Por kjo rrugë, kjo përzgjedhje e tij është tejet e gabueshme. Se do t'ja shkatron jetën ose do t'ja shkatron ahiretin. Allahu Xhella Taala, Zoti për shkak të mëshirës tij që ka ndaj robit vet, Allahu krijon sebepe
Dhe Zoti ndal gadal e tërhek njeriun nga kjo gjë për cilën ai është ka. Ai mundet me qenë një krijesë, pra një njeri caktuar, mundet me qenë gruaja, mundet me qenë vladi, mundet me qenë një person i caktuar si individ, për të cilën kapja e njeriut pas tij, kjo qasje e tij është e gabueshme. Dhe Allahu Gjelle Taala ndal gadal për shkak se kjo do ta çon njeriu deri në një humner, për të cilën nuk ka mundësi me dal, atëherë Allahu krijon shkaqe që bën ndal gadal ndarjen e këtij personi, qoftë nga një person ose qoftë nga materie të ndryshme të jetës së kësaj bote, për të ruajtur njeriu dhe për të realizuar fjala e Zotit wa asa an takrahu shay'an wa khayrun lakum. Ndoshta jo urreni këndarje, ndoshta urreni këtë humbje, por ajo është më hajër për ju. Për çka o Zot është më hajër për neve? Sepse fundi i ajetit thotë wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ky ajet është i lidhur me çështjen e luftës, por kjo pjesë neve që na intereson sepse përfshin, kanë thënë dietarët, përfshin jetën e përgjithshme të besimtarit. Në fund e merr besimtari përgjigjen se wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allahu e din dhe ju nuk e dini. Pra, për krejt çështjet e jetës sonë, në momentin që vim në këtë jetë, lëshomi një za, dhe pastaj që ky za ndalet një ditë, kur dalmi prej kësaj jete, gjithçka që qarkullon do thot në këtë kozmos, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allahu e din dhe ne nuk e dimi, pa ma parasysh dijen, pa ma parasysh profesionin e kështu me radhë. Në tefsirin e Imam Kurtubiut është një ndër komentatorët e Kuranit, subhanallahu, kur kanë fol dietar këtë kapak, kur e kërkon në axhallar, kur kërkomi në për librat, komentimeve të ajetet, gjomi ka 2-3 fjalë kapak. Imam Kurtubiu do thot krejt komentimet, krejt ideet, krejt fjalët, mendimet, qëndrimet e dietarëve i ka mbledh me një vend. Edhe ka thonë, nëse do ti me kuptua musliman, fjalën e Zotit ka thonë që unë ty tregoj. Edhe i rëndit sa bukur 1, 2, 3. Ka thonë me emra, me referenca, dhe ai thot në komentimin pra të këtij ajetit kuranor, ju mund ta urreni një gjë, por ajo është më e mirë për juve, e sjell thënien e Hasan al-Basriut në komentimin e ajetit, mos i urreni ngjarjet e papritura që ju godasin. Sepse ndoshta në ndonjë gjë që urreni gjendet shpëtimi juaj. Subhanallah. Sa pengesa na ka ndalë në jetë, aty u kon hajri dhe shpëtimi jonë. Sikur s'ta kishmi vazhdu rrugën tonë, ajo kish qenë humbje, goditja më e madhe që kishim mujt me marrë në jetë. Thot, ndonjë gjë që urreni gjendet shpëtimi ju. Pastaj thot, dhe ndoshta në ndonjë gjë që e doni gjendet shkatrimi. Për sa gjana lidhet njeriu në jetën e kësaj bote, i dën ato, por që aty është shkatrimi dhe fundosja e tij. Shembuj të shumt për cilën nuk na premton koha për më marrë me to. Prej mësimeve që na mëson Kurani, në ajetin e lartësi, kur mësoni vëllezër besimtar se dobia e urdhave dhe dëmshmëria e harameve, kur njeriu duhet të di se zbatimi i urdhave të Allahut sjell lumturi dhe përfitime, dhe nëse fillimisht duket i vështirë, ndërsa në ndjekin dëshirat, pasionet që janë të ndaluar, sjellin vetëm dhimbje dhe humbje. Sepse nganjëherë njeriu besimtari kur e din një gjë që është qoftë edhe te haramet, e urren ata. E urren, do thot pse Zoti e ka bëu çita, e ka bëu haram. Por Zoti e ka ndalu sepse është hajër për ty në dynja dhe në ahiret. Prej mësimeve që na mëson Kurani, shikimi për te i fillimit. Njeriu që është ignorant, dën do thot më marr vetëm me fillimin e ngjarjeve. Dën më kon fillimi i mirë, që aty dën më kon nisja pak më dallëdis që thot populli. Njeriu i mençur këshyr do thot çka ka me sjell fundit dhe pas fundit. Ai dën me di do thot rezultatet si kanë me qenë.
Dhe këto rezultate çfarë përfitime mundën mu me mësjell. Për çata njeriu i mençur nuk i hen çfarë sokaçe. Ai shkon rrugës drejt, rrugës e cila është e shtrume, rruga që ka shenja, rruga që ka ndriçim, rruga që nuk ka që është e sigurt, ndërsa ai që është i padijshëm hen çfarë sokaçe dhe sepse i pëlqen fillimi me hy aty, ndonjë joshje, por ai çfarë sokak nuk ka dalë dhe mbet në të. Pe mësimeve që na mëson Kurani besimi tek Allahu dhe kënaqësia me caktimin e tij, njeriu duhet t'ia lë Allahut zgjedhjen dhe të jetë i kënaqur me atë që ai ka caktuar, duke shpresuar në fundin e mirë gjithherë, duke thonë inshallah është hajër. Ka me sjell, me emër të Zotit ka me sjell kjo punë inshallah hajër. Inshallah kjo punë përfundon me të mira. Gjithherë lut pra që fundi i saj të vijë mirë. Për mësimeve që na mëson Kurani është mos zgjedhja në vend të Allahut. Pra njeriu nuk duhet që të kërkoj ose zgjedh gjërat që nuk i di pasojat, por të kërkoj udhëzimin Allahut xhalla taala dhe të kënaqet me zgjedhjen që ka caktuar Zoti. Ndihma dhe mbrojtja hynore, dorëzimi i sinqert tek Zoti, kur të ndalon në diçka, sjell tek besimtari forcë, durim dhe mbrojtje nga çdo dëm që i bën atij në jetë apo në ahiret. Çlirimi nga shqetësimet, dorëzimi tek Allahu xhalla taala e mbron njeriu nga lodhja dhe brengat e shumta duke u përfshirë në mëshirën e Allahut xhalla taala. Dhe e fundit për mësimeve që na mëson Kurani, në ajetin e lartësi kur është dobia e dorëzimit të plotë, kur besimtari mbështetet dhe i dorëzohet madhninë së Allahut në shtrimin sinqert ndaj caktimit të Allahut, lehtëson çdo vështirësi dhe mbështjell me dëmshmëri dhe bekimin e Allahut xhalla taala që vjen për robin e vet. Dhe për fund, le të mbetet ky hadith mesazh për neve në këtë hutbe, wa asa an takrahu shay'an wa khairun lakum. Ju ndoshta e urrejeni një gjë, por ajo është hajër për juve, është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën e shënon Imam Muslimi, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, është e çuditshme puna e besimtarit. Ajaban li amri mu'min, është e çuditshme puna e besimtarit. Dhe tha profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo nuk është vetëm se për besimtarin. Nuk mund me ndodh dikush me hym brenda kësaj fjale përgëzuese e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili tha është e çuditshme puna e besimtarit. E gjithë jeta e tij është në hajër. Krejt çka ka në jetën e besimtarit është në hajër dhe në dobi, që i kthehet atij. Nëse atij vjen një e mirë, vjen i begati, thot elhamdulillah, e falendron Zotin dhe merr shpërblim për këtë gjë. Nuk i shkon mundi hoç. Nëse atij i bie një fatkeqësi, çka bën besimtari? Ai duron për hir të Zotit dhe përsëri shpërblehet për këtë. Edhe për të kamo shpërbly. E kjo gjë nuk ndodh, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, vetëm se për besimtarin. Nuk ka mundësi pra dikush që jetën e tij ta shndroj në shpërblime në sevape pos besimtari. Qoftë në begati ose qoftë kur jeta e tij merr kahje dhe merr fatkeqësi të ndryshme. Lutë Allahun xhalla taala që Allahu të na bëjë prej durimtarëve. Na bëj Allahu që të na shtohet imani jon në caktimet e Zotit xhalla taala. Të shtohet imani jon për zgjedhjet që i përzgjedh Zoti, të besojmë në planet e tij, se çdo plan që Zoti e bën për neve, për jetën tonë është hajër për neve, qoftë për dynjan ose ahiretin. Lutni jo Allahun në këtë xhumaje, në këtë sahat të bekum, që Allahu përgjigjet lutjeve të besimtarëve. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad.